Ne përfaqësuesit e organizatave të dolura nga lufta e ushtrisë lirimtare e Kosovës, organizata e veteranëve të luftës, shoqata e invalidëve të luftës dhe shoqata e familjeve të dëshmorëve, kemi thirrur këtë konferencë për të ngritur zërin ndaj një padrejtësie që po thellohet dhe një përpjekje të vazhdueshme për të shtrembëruar historinë tonë kombëtare. Shprehim këto shqetësime dhe kërkesa legjitime në një narrativa e njanshme e dhomave të specializuara për Kosovën, qasja selektive ndaj UÇK-s dhe anashkalimi i krimeve të kryera nga forcat serbe në Kosovë është e padrejtë dhe e papranueshme. Kjo dëmton drejtësinë dhe paqen afatgjatë në rajon. Qëllimi i organizatave të dalja nga lufta ka arrit, Dranta Fillova e ka anullu takimin bazë informacioneve, ndoshta mund të jetë mbrana, por bazë informacione ka anullu takimin dhe aja nuk ka konferencë për shtyp. Kështu që unë shpresoj dhe besoj se qëllimi ju është i arritur. I can confirm that today's event has been cancelled for reasons of, or in the interest of public safety and based on advice by Kosovo police. That is all I can tell you for now. We'll see later for any further information. So, there's nothing more I can say about this.